Kristen Adriana Kalaja, së bashku me 10 padit e saj, po do të flasim për njërin për rasteve sot. Përshëndetje dhe mirë se vjen, Adriana, kënaqësi. I thash me 10 raste se ti kishe përmendur një shifër madje në një nga statuset e tua. Po shkojmë drejt 100. Drejt 100-ës, thua. Tani, për te notave të lehta të humorit që mund të përdorim ne, se këto janë çështje shumë serioze, të gjitha janë të dhëna fakt të rënditse që sikundër ne me të drejtë kemi shkruar aty tek titrat tona, dhe sidomos për sa i përket kullës së vetme, e cila u projektua me një ide të caktuar disa vite më parë. Flas për qëllimin e pastër të saj, kanë fjalën këtu për drejtësinë, për vettingun e edhe qëllimin në letër. Dhe qëllimin në letër të saj. Drejtësinë. Emisioni Plug në Studio Televizion ka publikuar mbrëmjen e djeshme të dhëna të tjera tronditse që lidhen me rastin e ish-kreut të SPAK Altin Dumani. Ti e ndalur, ke pasur në fakt edhe element që i ke paditur, apo jo? Edhe lidhur me këtë rast, po le të analizojmë sidomos këto prova që tashmë janë aty. Janë aty për këdo që ka dëshirën t'i hetoj sigurisht. Tani, çfarë ka këtu? Pse rrëzohet procesi i vettingut me këto provat publikuara? Se ky është lajmi tek e fundit. Atëherë, të falenderoj shumë për këtë pjesën e fundit të pyetjes, sepse edhe unë doja që këtë diskutim, këtë intervist, edhe për interes të publikut, të merrim me disa gjëra që kanë shumë ndikim në këtë proces vettingu që na ka prodhuar këtë produkt të reformës në drejtësi. Që shkojmë për te Altin Dumanit, apo jo? Pra, që të mos merremi, po ne të merremi me fenomenin e Altin Dumanit, që është fotokopje e fenomenit të Irenës me disa mbiemre, datëlindje dhe pasaporta, dhe kjo është dhe arsye në fakt që unë përveç se dua ta përgëzoj maksimalisht punën e Plugut, janë disa gazetarë që duan punën dhe shumë lehtësisht i gjejnë ato prova dhe i demaskojnë, i denoncojnë me korreksin më të madhe. Nga ana tjetër, ne kemi përballë institucione që paguhen për të bërë atë gjë, jo vetëm që nuk e marrin iniciativën për ta bërë, por siç e kam deklaruar me kohë, një pjesë e mirë e prokurorëve të SPAK-ut janë në mënyrë të drejt për drejt, po e them, si një grup i strukturuar kriminal, të cilët me urdhër politik ndërhyjnë në dosje, me urdhër politik manipulojnë, fshehin prova dhe me urdhër politik intimidojnë dëshmitarët. Pra, këto janë 3 element që po t'i shikosh, i ka në veprimtarinë e saj kriminale një grup i strukturuar apo organizatë kriminale. Sot jemi përpara disa prokurorëve, të cilët përveç se mbrojnë njerëzit me pushtet, tani janë në një situatë të vështirë që kanë filluar në mënyrë kooperativiste duke mbrojtur njëri tjetrin. Ne pam çështjen e Irena Gjoka Spata Manekut, me 2 datëlindje dhe 4 pasaporta, me mbiemra që i ka ndruar 5 herë për një periudhë 4 vjeçare, dhe pam një SPAK të pafuqishëm, i cili në rastin më të mirë ka bërë qoka ndaj kolegët, por me provat që ne disponojmë, ka ndërhyrje shumë të rënda në këtë dosje dhe përveç prokurorëve të SPAK-ut, për cilën unë e kam deklaruar në fakt, sepse dua t'i ndaj kallëzimi penal ndaj Altin Dumanit dhe prokurorit Bledar Maksuti për çështjen Irena Gjokës është diçka më vete, dhe kallëzimi penal për fshehjen e pasurisë, po mbi të gjitha, kjo është deklarimi i falsifikuar. Pra kemi të bëjmë me falsifikim në deklarim. Pra ka një vepër penale, thua. Është e barabartë me mos deklarimin që ka bërë Irena Gjoka Spata Maneku. Është i barabartë? I barabartë, se këtu jemi për pasurinë. I procedurës penale parashikon kështu? Patjetër, pra